Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Jehona Bajrami Gashi. Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni më i ri informativ në Tribuna Channel. Fillimisht shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. Shqipëria nuk tregon nëse do të ngrisë padin në emër të Kosovës për gjenocidin serb. BE rrit presionin për ratifikimin e demarkacionit pozite opozit me qëndrime të ndryshme. Dyshimet për shpërlarje parash flet në Eurotribuna drejtori i AKP-s Ekrem Hajdari. 28 vjet nga greva e minatorëve të Trepçës kërkohet që 20 shkurti të bëhet festë shtetërore. Pretendimin e mediave ruse se Shqipëria do ta padisë Serbinë për gjenocid për Kosovën, analistët e shohin të arsyeshme dhe të domosdoshme. Mirë po, institucione gjetse të shtetit shqiptar kanë heshtur rreth këtij opsioni, ndërsa ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha është shprehur se kjo nismë duhet të jetë e koordinuar. Mediat ruse, vizitën e zyrtarit William Walker në Kosovë e kanë vlerësuar si një fillim i padisë për gjenocid ndaj Serbisë. Sipas gazetës Sputnik, Walker ka dëshmuar për vrasje masive të civilëve shqiptar nga ana e ushtrisë dhe policisë serbe, si dhe vrasjen e qytetarëve serb të Kosovës. Kjo gazetë shkruan se padia do të ngrihet nga Shqipëria. E megjithatë, institucionet e Shqipërisë kanë preferuar të heqin ndaj pretendimeve të gazetës ruse. Kryeministria dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, të pyetur nga Tribuna Channel, nuk kanë dhënë përgjigje duke lënë të kuptohet se diçka e tillë mund të ndodhë. Ndërkaq, ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha është shprehur për televizionin se nëse ndodh një iniciativë e tillë, duhet të ndodhë koordinuar. Ai ka bërë të ditur se nuk ka dëgjuar për ndonjë nismë konkrete. Edhe nga Kosova, këshilltari kryeministri Bajram Gecaj është shprehur se nuk ka ndonjë informacion nëse Shqipëria do të ngrejë padi për gjenocid ndaj Serbisë për Kosovën. Kurse analisti Ramush Tahiri mendon se Serbia do të jetë e paditur për gjenocid në Kosovë, Bosnjë, Kroaci. Sipas tij, idea nacionaliste e atkohë e Serbisë për të spastruar popujt jo serb duhet të gjykohet sipas procedurës së Nurembergut. Serbia edhe Ballkani ka nevojë për një proces Nurembergut në mënyrë që kjo dhunë e egër dhe këto masraka të mos përsëriten. Duke marrë parasysh se Kosova në këtë moment, pasi nuk është antare e organizatës ndërkombëtare, i ka kufizimet e veta ligjore, atëherë do të ishte e mirë që edhe Shqipëria ta bën një kërkesë për gjenocid dhe të mbledh faktet për gjenocid ndaj popullsisë shqiptare në Kosovë. Tahiri thotë se përveç çështjes kombëtare është edhe përgjegjësi morale e Shqipërisë ta padisë Serbinë, për arsyen se edhe ajo ka qenë e prekur gjatë luftës. Ndaj një padie të mundshme të Shqipërisë ka reaguar edhe Beogradi. Ministri i Punës në Serbi Aleksandar Vulin është shprehur se nëse Tirana e padisë Serbinë për gjenocid në vend të Prishtinës, marrëdhëniet do të përkeqësohen. Vlen të theksojmë se para disa ditësh edhe Bosnjë-Hercegovina ka marrë vendim që ta padisë Serbinë për gjenocid gjatë luftës. Bakir Izet Beković, pjesëtari bošnjak i presidencës Trepalçe në Bosnjë, ka thënë se kërkesa bošnjake do të deponohet para se të skadojë afati 10 vjeçar për t'ia dorëzuar apelit kërkesën më saktë para datës 26 shkurt. Por ministri i jashtëm serb Ivica Dačić është shprehur për televizionin shtetëror serb se vendimi është shumë i rrezikshëm dhe mund të destabilizojë jo vetëm Bosnjën, por të rajonin. Kosova nuk mund ta padisë Serbinë për shkak se ajo nuk është antare e Kombeve të Bashkuara. Betejë mes Kosovës e Serbisë do të vazhdojë edhe në aspektin diplomatik. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se pret betejë të madhe kundër hyrjes së Kosovës në UNESCO në vjeshtën që po vjen, por beson se Serbia sërish do të fitojë. Sa i përket UNESCO-s, do të ndërmarrim të gjitha që mundemi në përputhje me fuqitë dhe mundësitë tona. Mos e hiqni nga mendja se kundër nesh nuk do të jenë jo vetëm shqiptarët e Prishtinës, por edhe disa të fuqishëm të cilët e kanë sponsorizuar kërkesën për hyrje të Kosovës në UNESCO, citon gazeta Blic e Beogradit të ketë thënë Vučić. Kur bëhet fjalë për përpjekjen e Prishtinës që të sigurojë antarësimin në Këshillin e Evropës, ai është një proces i gjatë e shanset e Beogradit që ta kontestojnë këtë janë më të vogla se sa për UNESCO-n, pasi që për të duhen 2/3 e votave, ka thënë ndër të tjera Vučić. Përfaqësuesja speciale e BE-s Natalia Apostolova ka thënë se politikanët e Kosovës mbajnë qelsin që të arrihet liberalizimi i vizave.
Ata sipas asaj janë përgjegjës për miratimin e demarkacionit me Malin e Zi dhe të ndërmarrin masa më të fuqishme në luftën kundër korrupsionit, rrjedhojës së cilave sjell heqjen e regjimit të vizave. Këto deklarata ajo i ka bërë në samitin e komisioneve për punë të jashtme, i cili ka zhvilluar sot në Prishtinë. Përfaqësuesja speciale e Bashkimit Evropian, Natalia Apostolova, ka inkurajuar politikanët e qeverisë Kosovës, ata të opozitës dhe pozitës, që ta gjejnë konsensusin e nevojshëm për t'i përmbushur 2 kushtet e mbetura për liberalizimin e vizave. Ajo në samitin e komisioneve parlamentare për punë të jashtme shtoi se politikanët kosovar kanë çelësen që të miratohet demarkacioni me Malin e Zi. Institucionet e Kosovës dhe ligjet e Kosovës qëndrojnë më mirë në përmbushjen e obligimeve të tyre dhe ne insistojmë që Kosova t'i përmbush edhe 2 kriteret e mbetura. Politikanët e Kosovës mbajnë çelësin që të arrihet liberalizimi i vizave, që të bëhet miratimi i demarkacionit me Malin e Zi dhe të ndërmarrin masa më të fuqishme në luftën kundër korrupsionit. Anëtarja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon tha se Kosova ka arritur progres të madh viteve të fundit. Ajo përmendi më së ani si një arritje e rëndësishme për vendin. Kemi çështjen e demarkacionit dhe dua t'ju ofrojmë mbështetje për demarkacionin. I ftoj të gjithë parlamentarët e Kosovës, ju lutem, mos si stoponi proceset dhe mos e bllokoni liberalizimin e vizave për interesa partijake. I ftoj të gjithë ata që janë përgjegjës të bëjnë çfarëdo që është e mundur për ta ratifikuar marrëveshjen në ditët e ardhshme. Tani ju e keni radhën. Presidenti i vendit Hashim Thaçi tha se ndihet krenar që përfaqëson popullatën më pro-evropiane dhe më pro-amerikane në Evropë. Ai foli dhe për konsolidime të shtetit, duke pohuar se kanë qenë të suksesshme dhe në antarësimin e organizatave ndërkombëtare, ndërsa i bëri thirrje Rusisë që ta njohë Kosovën. Dhe një nga ata që kas zëshëm dhe fuqishëm që Brukselit i mungon vizionin strategjik për Ballkanin Perëndimor janë Moldova. Por nuk kemi alternativë tjetër, as nuk e kërkuar alternativë tjetër. Por askush nuk mund të kontestoj se projekti i Bashkimit Evropian ka arritur me sukses misionin e vet të mërtar për të rrugës paqen në vendet e veta antare. Prandaj edhe ne, Kosova, por dhe rajoni Ballkanit Perëndimor, synojmë antarësimin e Bashkimit Evropian dhe NATO. Kurse kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se si asnjëherë më parë në histori vendet e rajonit ndajnë vlerat e përbashkëta demokratike, vizionin politik dhe aspiratat e qytetarëve tanë për të qenë qytetarë me të drejta të plota në Bashkimin Evropian. Republika e Kosovës qëndron fuqishëm mbi parimet e politikës së përgjegjësisë së mirë dhe komunikimit pa barriera. Në të gjitha fushat ne kemi ndërtuar raporte shumë të mira me vendet fësinje, Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi, dhe prej disa vitesh jemi përfshirë në një dialog të hapur me fësinin tonë verior në Republikën e Serbisë, në mënyrë që marrëdhëniet tona fillimisht të normalizohen si hapi parë në rrugën e pashmangshme të njohjes së reciproke mes nesh. Por kritika ndaj përfaqësuesve të BE-s kishte Sabri Hamiti, i cili tha se ndalja e një lëvizje të lirë është ndalja e një të drejte universale, evropiane, globale, njerëzore. Përgjigje mori nga Apostolova, e cila tha se liberalizimi i vizave nuk është proces politik, por pjesë e marrëveshjeve të nënshkruara mes Kosovës dhe BE-s. Janë disa kushte për të cilat kanë rënë dakord së bashku BE dhe qeveria e Kosovës, është shprehur ajo. Eurodeputetja Tanja Fajon nuk ka arrit të bindë opozitën për ratifikimin e demarkacionit dhe themelimin e asociacionit. Për këto 2 marrëveshje, Fajon ka takuar ndarat shefat e grupeve parlamentare në vend, duke theksuar se këto 2 çështje duhet sa më parë të kalojnë. Me kërkesën e zonjës Tanja Fajon, eurodeputete dhe raportuese për liberalizimin e vizave për Kosovën në Parlamentin Evropian, u mbaj takimi me shefat e grupeve parlamentare në vend. Kërkesa e zonjës Fajon ishte e qartë: ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi dhe themelimi i asociacionit. E për këto 2 çështje, opozita ka paralajmëruar se do të ndërmarrin masat e mëhershme që këto 2 marrëveshje të mos kalojnë. Madje opozita po shprehet e bindur se një gjë e tillë nuk do të kalojë në këtë versionin aktual derisa të kthehet në pikën 0. Për këtë çështje, deputeti nga radhët e PDK-s Elmir Qica, gjatë prononcimit për Tribuna Channel, ka thënë se përfundimi i marrëveshjeve si asociacioni dhe demarkacioni duhet të ndodhë sa më parë. Qëndrimi i Partisë Demokratike dhe jemi personalisht është i njohur për ju dhe për opinionin. Ka kohë që kam deklaruar që demarkacioni duhet vi dhe të votohet në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Dhe vetëm një mundësi është që ta dimë ne se kemi vota për ta votuar. Normal që ne jemi deklaruar, jemi prononcuar, jemi të vendosur.
Ismet Beqiri nga Lidhja Demokratike e Kosovës u shpreh gatshëm që demarkacioni të vinë sa më parë në Kuvend. Bilaj u shpreh i bindë se këto dy marrëveshje do të kalojnë. Ai ka thënë se nuk është e drejtë që për këto çështje qytetarët e Kosovës të mbesin të izoluar. Unë isha një ndër kryetarët e grupeve që u takum daras me zonin Fajon dhe interesimi i saj ishte se ku jemi me zhvillimet aktuale rreth përmbushjes së kritereve që na kanë mbet pa i përmbush. Dhe edhe herë ritheksoj nevojën që Kuvendi i Kosovës duhet gjejë zgjidhje gjithsesi duhet bëhet ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit. Se ratifikimi i demarkacionit nuk duhet të kalojë, e thot pa Lekaj i AK-s. Madje Lekaj ka thënë se në këtë takim pas këtyre dy çështjeve është biseduar edhe rreth arrestimit të liderit të AK-s, Ramush Haradinaj. Lekaj ka thënë se masat e parandalimit do të jenë të njëjta, duke anashkaluar hedhjen e gazit në Kuvend. Po, sa i përket takimit sot të bisedua për mundësinë e ratifikimit marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe unë informova qartë dhe drejt që Aleanca është kundër ratifikimit marrëveshjes dhe nuk shpresoj që do të ratifikohet sepse ne jemi për të mbrojtur sovranitetin dhe territorin e Kosovës. Gjatë takimit, shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Glauko Njupca, tregoi edhe një herë qëndrimin e kësaj lëvizje në lidhje me procesin e demarkimit të kufirit me Malin e Zi, duke shprehur shqetësimin e tij në lidhje me riprocedimin e marrëveshjes aktuale, e cila është kontestuar si nga ana juridike dhe ajo faktike nga profesor dhe ekspert të ndryshëm. Për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, kohë por kanë kërkuar krerët e shtetit. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se zgjedhja më e keqe aktualisht është të mbahen të izoluar qytetarët e Kosovës, përmes bllokimit të shënimit të vizës kufitare me Malin e Zi, që është vënë kusht për liberalizimin e vizave. E presidenti i vendit Hashim Thaçi ka kërkuar që një çështje e tillë të kryhen sa më parë. Edhe kryekuvendari Kadri Veseli shpreh optimizëm gjatë çdo prononcimi në media se Kosova nuk humb territor dhe se duhet sa më shpejt të kryhet ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi. Nga Komisioni Qeveritar për matjen e teritorit të Kosovës, sot ka dhënë ndërheqje i vetmi gjeograf që ishte antar i këtij komisioni. Fitim Humolli, i vetmi gjeograf përveç vetë kryetarit të këtij komisioni, ka paraqitur ndërheqjen në komision dhe qeveri. Në ndërheqjen prej 4 faqesh, Humolli ka cilësuar komisionin si jo profesional dhe i bërë për konsum politik. Gjatë 4 mbledhjeve të këtij komisioni, Humolli, i cili në këtë komision ishte dërguar nga Departamenti i Gjeografisë në Universitetin e Prishtinës me ftesën e qeverisë së Kosovës, ka qenë zëri më oponent që ka kundërshtuar përpjekjet për të përcaktuar kufirin përmes të dhënave kadastrale. Në ndërheqjen e tij, ai ka thënë se kadastra nuk duhet të jetë kriter për definimin e kufirit shtetëror. Aq më tepër që përmes këtij kriteri, Kosova humb territor të konsideruar. Ndërsa komisioni nesër do e publikojë draft raportin me të gjeturat. Lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar rikthimin e tensioneve brenda dhe jashtë Kuvendit në rast se rikthehet marrëveshja me demarkacionin në Kuvend. Deputetja e kësaj partie, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë se janë të vendosur në rezistencë derisa nuk ka bërë të ditur metodat që do të përdorin për të ndaluar ratifikimin e kësaj marrëveshjeje. Deputetja e lëvizjes vetëvendosje Donika Kadaj Bujupi ka thënë se përpjekja për të rikthyer demarkacionin pa i përmirësuar gabimet nuk mund të prodhojë rezultate të tjera përveç se të kthejë tensionet brenda dhe jashtë Kuvendit në një rezistencë gjithpopullore. Ajo ka thënë se janë të vendosur që kjo marrëveshje të mos ratifikohet në asnjë mënyrë, duke mos bërë të ditur metodat që do të përdorin për të ndaluar një gjë të tillë. Çështja e demarkacionit dhe përpjekja për të rikthyer demarkacionin duke mos korrigjuar gabimin e bërë, jedhimisht humbjen e 8.000 hektarëve tokë, sigurisht nuk mund të prodhoj rezultat tjetër, përveç se të rikthej tensionet edhe në Kuvend edhe jashtë Kuvendit, dhe në fakt na kthej aty ku ishim ndoshta pak më shumë se një vit më parë. Deputetja Kadaj Bujupi në emisionin Fakt Plus ka folur edhe për mos prezencën e saj në gjykat bashkë me disa deputet të tjerë. Ajo ka thënë se seancat gjyqësore kanë dështuar, ndërsa përpjekjet e prokurorëve dhe gjyqtarëve për t'i mbajtur peng i ka quajtur pa drejtësi. Seanca kanë dështuar moti sepse s'kanë me legjitimitet. Në momentin kur gjykata kushtetuese ka konfirmuar që
Zajednica është jo kushtetuese dhe që ka pas shkelje në 24 pika, është konfirmuar e drejta jonë si deputet që brenda parlamentit, brenda salës Parlamentit të Republikës, ne të mbrojmë interesat e qytetarëve, të mbrojmë betimin e vend si deputet. Ajo që ka qenë fakt për të gjykuar është fakti se ata kanë shkel, do të thot, ligjin dhe kushtetutën duke nënshkruar marrëveshje të dëmshme, ndërkaq ne të tjerët konform misionit ton kemi mbrojt kushtetutën dhe ligjet. Ajo në këtë emision ka folur edhe për liderin e AK-s Ramush Haradinaj. Deputetja Kadaj Bujupi ka thënë se rasti Haradinajt është një padrejtësi që po i ndodh atij dhe luftës së pastër të UÇK-s. Në samitin e komisioneve parlamentare për punë të jashtme ka folur edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Ndonë se fjalimi i tij u përqendrua në një temë krejt tjetër nga vizat dhe demarkacioni, Mustafa ka folur për ikjen e kosovarëve nga Kosova që ndodhi para 2 vitesh dhe emigracionin në përgjithësi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në samitin e komisioneve parlamentare për punë të jashtme ka folur për krizën e emigracionit. Ai foli dhe për migrimin e qytetarëve kosovar 2 vite më parë, ku një fluks i madh i qytetarëve ja kishin mësyer vendeve të BE-s, por tha se institucionet e Kosovës në bashkëpunim dhe me shtetet e tjera kanë arritur që ta parandalojnë këtë fluks të refugjatëve dhe se tani numri i tyre është simbolik. E gjithë kjo u mundësu me hapjen në koridorët nga ana e Serbisë, e cila lejon të qytetarët tanë që të kalojnë përmes territorit të saj, por jo dhe të kthehen. Ne në bashkëpunim me Gjermaninë, me Austrinë, Hungarinë, si dhe me presionin që ju bë Serbisë nga Bashkimi Evropian, arritëm të ndalim të koridor, të parandalojmë fluksin e migrimeve dhe të kthejmë vetëm vitin 2015 rreth 20.000 qytetarë tanë që kishin migruar përmes këtij korridori. Në mesin e vitit 2015 ne frenuam këtë proces dhe për atëherë migrimi është simbolik dhe nuk paraqet dukuri për vendin tonë. Tani ajo që i nevojitet vendit tonë është një mbështetje më e madhe nga Bashkimi Evropian në pikpamjen e zhvillimit ekonomik, të investimeve të huaja private që do të vinë në Kosovë dhe të liberalizimit të vizave. Mustafa foli dhe për krizën e refugjatëve nga lindja e mesme, për të cilën tha se nuk e preku Kosovën në mënyrë të drejt për drejt, por ka pasur efekte anësore, ndërsa foli dhe për refugjatët kosovar të vitit 1999, për të cilët tha se u kthyen vullnetarisht në vendin e tyre, duke pohuar se ky është një shembull i cili duhet të zbatohet dhe në vendet e tjera. Dukuria e ndërtimit të mureve dhe të mbrojtjes me mure nga refugjatët mund të jetë shkak që edhe Kosova në të ardhmen të mos mbetet jashtë rrezikut fluksit refugjatëve. Konsideroj se ky problem në mënyrë më efikase do të zgjidhet në burim aty ku lind, në Siri, në Irak, në Afganistan, në Libi. Problemin e refugjatëve në Kosovë në vitin 1999 nuk do ta kishim zgjidhur duke vendosur qytetarët tanë në vende të ndryshme, por ky problem u zgjodh duke ndihmuar Kosovën që të çlirohet dhe të zhvillohet si vend i pavarur. Njerëzit tanë u kthyen jo me vullë, por me vullnetar nga vendet e Bashkimit Evropian, por edhe nga Turqia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mustafa foli dhe për luftën që Kosova ka zhvilluar kundër ekstrematizmit të dhunshëm dhe terrorizmit dhe fluksin e konsiderueshëm të qytetarëve kosovar në frontet e luftës në Siri dhe Irak gjatë viteve të kaluara dhe parandalimit të bashkangjitjes së qytetarëve në luftërat e huaja. E gjithë kjo sipas tij është arritur fal angazhimit të institucioneve të Republikës së Kosovës, organeve të sigurisë dhe institucioneve tjera. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka nisur sot një vizitë 2 ditore në Shqipëri. Veseli fillimisht është pritur nga homologu i tij Ilir Meta, ndërsa më vonë do të takojë dhe kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Kurse të martën, Veseli do të zhvillojë takime me presidentin Bujar Nishani, kryeministrin Edi Rama, liderin e opozitës Lulzim Basha dhe zyrtarë të tjerë. Veseli pas takimit me Metën ka thënë se Kosova do të vazhdojë përmbushjen e çdo obligimi që ka si shtet, përfshirë edhe demarkacionin. Ne do të vazhdojmë procesin e integrimit drejt Bashkimit Evropian.
Presim edhe lirimin e Ramush Haradinaj dhe që ai të merr rolin e tij drejtues në parti, ka thënë Veseli, përderisa ka falendëruar homologun e tij për përkrajën që shteti shqiptar i ka dhënë Kosovës. Ilir Meta nga ana e tij ka thënë se Shqipëria dhe Kosova do të ecin bashkë në rrugtimin euroatlantik. Ai ka folur edhe për demarkacionin në mes të Kosovës dhe Malit të Zi, duke thënë se miratimi i demarkacionit është i rëndësishëm që Kosova të zhbllokojë çështjen e liberalizimit të vizave. Drejtori menaxhues i Agjencionit Kosovar të Privatizimit, Ekrem Hajdari, ka folur rreth dyshimeve për shpërndarje të parave në procesin e privatizimit. I ftuar në emisionin Eurotribuna me Mendua Bazin, Hajdari ka folur për privatizimin, strategjitë e ligjit për investime dhe të tjera. Drejtori menaxhues i Agjencionit Kosovar të Privatizimit Ekrem Hajdari, në emisionin Eurotribuna me Mendua Bazin, ka pohuar se ka pasur dyshime për shpërndarje parash në procesin e privatizimit të një biznesi. Ka pas, si me thënë, informata të atilla që kanë sugjeru që mund të ketë veprimet të këtilla, po kemi përcjell, nuk po më kujtohet kështu një rast konkret edhe ato ka qenë për një vlerë shumë të vogël, po thjesht kemi bërë kështu komplet verifikimin e zinxhirit të transaksionit, në mos është do të thotë fond prej lindjes së mesme, prejardhja, dyshim të kutadion, po janë kry verifikimet edhe kanë rezultu tjetë gjithçka okej. Po ashtu Hajdari gjatë këtij emisioni përmend edhe strategjinë që do e përdori në bazë të ligjit për investime strategjike. Të trajtojmë me ligjin për investime strategjike edhe tokat e shumta që janë në kuadër të ndërmarrjeve shoqërore. Dhe atë duke bërë një segmentim të këtyre parcelave toksore, kuptohet paraprakisht duke marrë për bazë natyrën e asaj toke, asaj parcele, klasifikimin e saj, dhe pastaj nëse është nevoja për investitor serioz në fushën e bujqësisë kryesisht, të ofrojmë parcela të mëdha. Ai po ashtu shpalos edhe strategjinë për tërheqjen e investitorëve të huaj që e konsideron si qëllimin e tyre primar në përmirësimin e imazhit të AKP-s. Vetvërja në qarkullim. Emisionin Eurotribuna të plot mund të ndisni sonte me fillim nga ora 20:45 minuta e ne vazhdojmë me aktualitetet e tjera. Sot minatorët e Trepçës kanë shënuar 28 vjetorin e grevës së minatorëve, e cila shënon epopenë e lavdishme të minatorëve, jo vetëm të Trepçës, por të tërë Kosovës. Në manifestimin qendror që u mbajt në Stan Tërk, u kërkua që 20 shkurti të shpallet si festë shtetërore. 28 vjetë kanë kaluar që nga greva më e madhe e minatorëve, që njihet si greva e minatorëve të Trepçës, por që përfshiu minatorë nga e gjithë Kosova. Në manifestimin qendror që shënon këtë grevë të guximshme, u kërkua që 20 shkurti të zyrtarizohet si dita e minatorëve të Kosovës. Drejtori i përgjithshëm i Gigantit Trepça, Ahmet Mava, u shpreh të jetë krenar për trashëgiminë që kanë lënë gjeneratat e tëra të kësaj miniere. Sipas tij, greva e vitit 1989 ishte goditja më e madhe ndaj okupatorit, që më vonë kulmoi me çlirimin definitiv të vendit. Sot kur e shënojmë këtë përvjetor të grevës së madhe të minatorëve, epopesë së lavdishme, ndjehemi shumë krenar për trashëgimin që na lanë gjenerat pas gjenerate. Fati i minatorëve ishte fati i vetë popullit. Gjatë tërë historisë, të gatshëm për sakrificë në çdo kohë për interes kombëtar. Kjo dëshmua më së miri në vitin 1989, atëherë kur ndodhi goditja më e madhe e okupatorit, që kulmoi më vonë edhe me ushtrinë shërimtare të Kosovës dhe me shërimin definitiv të vendit. Drejtori minjeres me flotacion Qazim Jashari, pasi foli për gjendjen aktuale të kësaj miniere, tha se greva e atëhershme ishte veçtjerash edhe vazhdimsi e përpjekjeve të gjeneratave të tëra të popullit shqiptar për bërjen e shtetit të Kosovës. Greva minatorëve e vitit 1989 ishte vazhdimsi e përpjekjeve Bestas Brezi të popullit shqiptar për bërjen e shtetit të Kosovës dhe inspirim për gjithë brezat që do të vinë për realizimin vazhdimtar të këtyre përpjekjeve.
Shoqëri Sadiku, kryetari i sindikatës së pavarur të minatorëve të Trepçës, ka folur për shkeljen e të drejtave të minatorëve me të cilat ata ballafaqohen sot. Ai ka kërkuar që bordi mbikëqyrës i Trepçës të përbëjë prej ekspertëve dhe jo prej njerëzve të ndikuar politikisht. Në grevën e vitit 1989 kemi ngritur zonën kundër diferencimeve që bëshën atë kohë. Dhe ne nuk kemi besuar se të ngjajshmet do të ndodhen edhe sot. Ne kërkuajmë me afat sa më të shkurt të përlluhet bordi mbikëqyrës për Trepçën, ku në bord të përfshihen ekspertën dhe njerëz të mirë të Trepçës dhe jo individ të ndikuar politikisht. E një kërkesë të ngjashme kishte edhe kryetari i Mitrovicës Agim Batiri. Ai ka apeluar tek qeveritarët që të mos ndikojnë politikisht për përbërjen e menaxhmentit të Trepçës. Ato burra që koordinuan jashtëzakonisht mirë minatorët të Trepçës, që kanë pathyer, sot qeveria e Kosovës jetë të pathyer, pa pretendime politike, po të jetë në zhvillimin ekonomik të Trepçës. Mos marrën tani se cili do të merr menaxhmentin e Trepçës duke shtyer njëri me tjetrin, për arsye se nuk i vijnë. Neve na vijnë zhvillim ekonomik, kuadra të mira, të cilat e çojnë procesin përpara dhe kjo duhet ndodhë sa më shpejt që është e mundur, sepse Trepça ka nevojë për këtë. Para 28 viteve, rreth 1300 minatorë të Trepçës dhe të vendeve të tjera kishin hyrë në grevë të uris për të mbrojtur Kosovën nga regjimi i Slobodan Miloševićit, duke shënuar kështu zhbërjen e Jugosllavisë atëhershme. E po sot Aleanca Kosova Re ka nisur procesin e votimit për kryetar të kësaj partie në të gjithë degët e saj. Kandidati vetëm për kryetar është Begjet Pacolli, ndërsa që të drejtë vote për ose kundër tij, përveç anëtarëve të partisë, kanë pasur edhe qytetarët e thjeshtë. Aleanca Kosova Re ka hapur vend votimit në të gjitha degjet e saj, ku përmes kutive të votimit anëtarët dhe qytetarët po votojnë pro ose kundër kandidatit të vetëm për president të partisë Begjet Pacollin. Dega e AKR-s në komunën e Gjilanit ka hapur vend votimet që nga mëngjesi. Procesi i votimit po bëhet sipas parimit një anëtar, një vot. Kryetari degës së AKR-s në Gjilan, Ismet Hajdini, ka thënë se procesi i votimit për të parin e AKR-s ka shkuar në rregull dhe pa probleme. Përveç këtij vend votime kemi edhe votimet në për 9 degë, sidomos në zonat rurale. Sipas informatave që kemi deri në këtë moment, procesi është të shkuar normalisht. Për shkak që është sot ditë pune, presim që fluksi i votuesve të jetë pasdite edhe më i madh se sa që kemi pas deri tash. Edhe tash jemi të kënaqur me fluksin, mirë, po pasdite presim fluks më të madh. Sidomos prej orës 16 deri në orën 19. I pari i AKR-s në Gjilan bëri të ditur se të drejtë vote kanë të gjithë anëtarët dhe simpatizantët e AKR-s. Klodina Krasniqi, anëtare e kësaj partie, pasi votoi, tha se do ta përkrahë gjithmonë Pacollin, nga se ajo thotë se ai ka synim rinin dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Duke marrë parasysh që Begjet Pacolli është veç kandidati vetëm dhe nuk ka kundër kandidat, atëherë besojmë që ai ka më konë edhe fitues. Normal që përkrojmë gjithmonë, edhe pse ai ka pikë synim gjithmonë rinin edhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. Duke qenë se është lider i AKR-s që 10 vite edhe ka përkrojmë gjithmonë prej. Ismail Sefytin ka ardhur nga Zvicra për të votuar për kryetar të AKR-s, sepse sipas tij situata është e rëndë dhe vendit i duhet një ndryshim radikal. Gjë për së pari të tregoj se unë e kam marrë nga diaspora, përkatësisht nga Zvicra, enkas për të votuar, për arsye se situata është aq e ndërlikuar në Kosovë, sa që megjithse nuk është në kulturën e AKR-s të merremi me të tjerët, por situata është aq e rëndë sa që nuk mundemi të mbyllim sytë para opinionit të gjerë. Andaj, ne jemi për një ndryshim radikal, pozitiv, edhe shpresojmë që rinia jonë është vetëdijsu, edhe tani është edhe presidenti Pacolli, gjithësisht e AKR-s. Rezultatet e votimit për të parin e AKR-s pritet të dalin sonte në orët e vona. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blog.
Koalicioni i madh popullor në Serbi ka bërë thirrje sot kryeministrit Aleksandar Vučić që të paraqes dorëheqjen nga posti i tij, sepse si kandidat presidencial vetëm në këtë mënyrë mund të garantojë se nuk do t'i keq përdorur burimet publike dhe pozitën zyrtare në qeveri, me qëllim të promovimit të kandidaturës së tij. Deputetët dhe anëtarët e këtij koalicioni për zgjedhjet presidenciale kanë paralajmëruar se në rast se Vučić nuk paraqet dorëheqje, atëherë nismen për shkarkimin e tij do ta propozojnë në parlament. Nëse kërkon mbështetje të popullit me zgjedhje, dorëheqja do të ishte akt moral i kthimit të një mandati derisa garone për mandatin tjetër. Ka kumtuar koalicioni i madh popullor në Serbi dhe ka shpjeguar se prej momentit të parë të kandidaturës, kryeministri i shfrytëzon burimet shtetërore, aeroplanet që mbashkëpunon e shtetit të Serbisë dhe shërbimin publik, RTS dhe RTV, dhe të gjitha burimet e tjera që u takojnë të gjithë qytetarëve të Serbisë. Mëse 1.000 njerëz të religioneve të ndryshme kanë marrë pjesë në proteste në mbështetje të muslimanëve amerikanë dhe për të kundërshtuar politikat integruese të presidentit amerikan Donald Trump. Tubimi me motën "Unë jam musliman po ashtu" është mbajtur dje në qendër të New Yorkut dhe ishte organizuar nga disa grupe, përfshirë Fondacionin për Mirëkuptim Etnik, raporton agjencia AP. Protestuesit kanë bartur flamuj amerikan dhe parolla në të cilat shkruante "Jo ndalesë për muslimanët" dhe "Ne jemi një". Kryetari i qytetit të New Yorkut Bill de Blasio, anëtar i Partisë Demokratike, tha në këtë tubim se ne duhet të eliminojmë stereotipet dhe se Amerika është vendi themeluar për të mbrojtur të gjitha fetë dhe të gjitha besimet. Raportohet se tubimet e tilla gjatë fundjavës janë bërtur edhe në Oregon dhe Dallas. Në Dallas, afër protestës, 10 njerëz kanë marrë pjesë në tubimin në mbështetje të presidentit Donald Trump. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ, ndërkohë ju mos harroni të klikoni në webfaqen tonë gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.